Nga ana e tij Edi Rama ai është përgjigjur vetë, po themi, në një mënyrë indirekte kësaj deklarate të shoqatës gjyqtarëve, duke thënë se për sa kohë sistemi i drejtësisë pra kërkon që t'i cënojë qeverisjen, edhe ai ka të drejtë jap opinionin e tij. Në këtë rast, ju si e shikoni vetë fatin e Edi Ramës përballë sistemit të drejtësisë, a do ketë një moment që Spaku mund të veprojë kundrejt tij? Jo. Pra që kohë sa Spaku emërohet nga ky parlament dhe nga ky pushtet, nga ky ekzekutiv, absolutisht asnjë gjë se gjen Edi Rama. Fare. Mos gënjejnë veten. As mos na gënjejnë kush thotë që do ta arrestojë do të vë asnjë gjë si bëni. Se po që për t'i bërë kështë e bërë me kohë, faktet i kam, provat i kam, të tëra jam gati. Asnjë gjë si bërë, nuk e gjën gjë zotëri. Nuk përmbyset Edi Rama ashtu. Edi Rama po nëse fundoset Belinda Balluku, do bërë një Belind tjetër, sa Belindra ka ai atje në parti, ka sa të duash, të cilat mund të zvendësojnë këtë Belind. Jo, këtë mund ta kishte bërë me kohë, po duket sikur i friksohet kësaj gjëje, sepse nëse ikën Belinda rrshket dhe ai, me sa duket. Po ta thash pak parë, ai Belind nuk e do, nuk e mban se ai dhimbset Belinda ose se i dhimbse se do mbetet qeveria pa i thënë kryeministër. Jo zotëri. Po pra, në rastin e Ahmetajt, po. I këndë ai bashkë me Belindën. Në rastin e Ahmetajt nuk u dhimbsej shumë. Keni parasysh deklaratën e Belindës që i tha, ty i tha zotëri nuk të lejoj, unë i tha, ti i tha nuk ma bën dot mua si që ja bëri babaj ju të gjyshit timi, tha për Bekir Balluku. Ajo ja tha pas të fare troç, është të nëmëresh ajo në të pikun i heq kapellën. Dhe ajo prandaj bën presion këti dhe Mirja bën, se ajo nuk i kën pa hoxhë të neve. E ke parasysh që hoxha kur des njëri vete i këndon salavatin atje te varri? Edhe ajo nuk i kën pa hoxhë. Kështu që Edi Rama e di mirë këtë punë. Ndaj, nëse ka njëri në këtë planet të cilit ai i trembet si shejtani nga Temjani, është Belinda Balluku. Ndaj nuk e lëshon. Ndaj dhe ai shkel të tëra ligjet, të tëra rregullat, të bërë gjithçka me kushtetut, me kod penal, me drejt me të birë, nuk pyet fare, se është në krye natyrisht, ka dhe atë bandën e strukturuar për bukuri që e mban afër dhe që e mban në krye, domethënë piramidës, dhe nuk e gjen gjë. Mund t'i kthejë Edi Rama nëse në Partinë Socialiste do krijojë një koalicion, një fraksion me rreth 40-50 vet, i thotë pa i qero tani se boll natur provë neve se atje mund të ketë socialistë të ndershëm. E ti thonë ti që nuk ta kemi borxh që të na nxjesh faqen tëre, nuk ta kemi borxh që të na vësh emrin hajdut. Mirë po, të tërë ata e ngjyen nga një çik gishtin, e futin lugën në çorë të prishur, edhe prandaj është kjo situatë këtu. Se s'ka njerëz të ndershëm dhe burra shteti dhe gratë trime që ti thonë stop, kush je ti? Ore, ai do t'i bëj të tëra pislëqet me qëllim që se po dridhesin e përka në shkop ai tash. Do t'i bëj të tëra që të mbetet në pushtet. Prandaj unë nuk kam asnjë lloj mendimi dhe shpresë se mund të lëviz Edi Rama nga pushteti me këtë grup politik që ka në Parlamentin shqiptar. Kur thoni që në Partinë Socialiste po grupohen për të shkarkuar Ramën ose për të kërkuar një emër të ri, siç thoni ju, që mund të jetë Arion Braçe, në këtë rast ka përplasje klanesh në Partinë Socialiste apo është një grup që është bërë në blok kundër Edi Ramës? Shiko, ka një dorë, pavarësisht se grupet aty janë, ne kemi informacione që Belinda kërcënoi jo vetëm Ramën, po edhe Gerta Manasteliun edhe Spiro Pali. Dhe pastaj që Spiro Pali doli në deklaratë dhe tha ne nuk merrem me punë të drejtësisë, kush ka bërë shkelje të dali para drejtësisë. Pra, lufta aty ka dalë dhe hapur. Kemi mediat afër pushtetit të cilat akuzojnë njëra tjetrën. Po. Pra, në mos gaboj, tek ABC-ja thoshte që Report TV-ja po kërkon që Rama të heqë Ballukun. Pra, pushteti si politik, si mediatik, po zjen. Por që ndërimi i pushtetit, ose më saktë, ndërimi i kryeministrit është një tentativë ose një dëshirë socialistëve për ta mbajtur pushtetin deri në 29. Pra dakord me Ramën nuk vazhdohet më, por ne duhet të qëndrojmë pushtetet e 4 vjet jemi votuar dhe po ndrojmë kryeministrin. Ndërkohë, nga ana jon kjo nuk mund ndodhi sepse këta janë një qeveri ilegjitime. Këta nuk kanë fituar zgjedhjet, e kanë vjedhur zgjedhjet. Dhe që vendi duhet të shkojë në zgjedhje parakohshme me qeverit teknike. Nuk është se thjesht është i problem i kryeministrit dhe i Partisë Socialiste.
problemi është i Shqipërisë. Shqipëria rrezikon destabilizimin sot. Sepse organizata terroriste janë bërë jashtëzakonisht fuqishme, saqë që shkojnë e vrasin në mes të aeroport të Rinasit. Dhe aty luftë klanesh është. Luftë klanesh është dhe aty, sepse të dy persona që u vranë, dhe mua më vjen shumë keq për çdo një tjetër njerëzor të humbur, ta njerëz që kanë shkel ligjin do të jenë në burg, të rehabilitohen edhe të kthehen prapë në shërbim të Shqipërisë, komunitetit, por jo të shkojnë në përvare. Në momenti që thash, ta dy persona ishin, njëri kishte mbështetur Ervin Hoxhën, tjetri Blendi Gonxhën. Tani Ervin Hoxha nuk është më ministër. Blendi Gonxhës i ka rënë pushteti. Pra një grup më i fuqishëm në PS arriti të realizonte këtë vrasje për të thënë që jemi ne sot dhe ne u shfarosim. Lufta thash është bërë e jashtëzakonshme dhe nuk ka më ku të shkojë, sepse edhe tensioni në popullat është i jashtëzakonshëm. Përveç se këta kanë hallin e njëri tjetrit që mund të eliminojnë njëri tjetrin, por Shqipëria ka ardhur në një pikë ku njerëzit janë aq tensionuar sa një fije shkrepse mjafton dhe këtu shpërthen luta civile e dytë. Në këtë rast, cili emër mund të jetë nga radhët e socialistëve që mund të zëvendësonte kryeministrin Edi Rama? Po, shiko, thash, Erion Braçi është një person që është më partijak, është më pranë PS-s, sepse nuk është te rilindja, si pavarësisht se edhe ai është përfshirë në rilindje, por gjithsesi tash për ne askush nuk e meriton të jetë pasardhë si Ramës, por duhet një qeveri teknike që të përgatisë zgjedhje parakohshme. Është një pushtet i dal nga votat e vjedhura. Nuk është një pushtet i fituar me votë të ndershme. Pra zgjedhjet nuk janë njohur as nga OSBE Diri, ne i kemi denoncuar gjitha, kemi mbledhur fakte pafund, i kemi denoncuar javë pas jave, ditë pas dite, dhe në fund OSBE deklaroi që zgjedhjet janë të manipuluara. Pra, është certifikuar vjedhja, jo pushteti i Partisë Socialiste. Kështu që asnjë emër për ne nuk është adapt për të qenë kryeministër. Absolutisht jo, Rama nuk e do me Belinda Ballukën. Thjesht Rama po fiton kohë, e thash dhe më herët. Por ky është një grush shteti. Pra, nxjerr Batonaxhiun, ky nxjerr Sokol Ballën, ish burrin e Belindës për të thënë që po kthehemi në Republikën e Prokurorëve, ndërkohë që jo, masa është e drejtë, nuk ka asnjë shkelje ligji aty. Thjesht Rama do të bëjë një grush shteti për të mbajtur pushtetin e vet dhe po jep urdhri që urdhëroi Angela Gaçi të shkojë në gjykatë kushtetuese, po jep kohë Belindës që të mos revoltohet, pra unë po të ndihmoj ty, që edhe thash Belindës t'i bjeri nervi i madh që ka, të dorëzohet. Pra, kur pacienti mëson që është sëmur, e para është reagimi. Pastaj është pjesa e pranimit. Të njëjtin gjë po tenton edhe Rama, siç ka tentuar edhe me Erion Velin dhe me tjerët, po tenton edhe me Belinda Ballukën. Kështu që është thjesht fitim kohë edhe një tentativë për grush shteti, që të mos njohë vendimet e gjykatës. E ka bërë dhe me Olta Xhaçin, se ka njohur vendimin e gjykatës kushtetuese. Do ta përsërisi dhe me Belinda Ballukën, por jo për Belindën, për të shpëtuar lëkurën e vet, sepse Rama e di që shumë shpejt do jetë i pandehur. Thash, e ka nisur të gjë duke u tallur me Trumpin, sepse nuk është se bëri një herë, bëri 2-3 herë. Dhe tani po tenton këtë gjë, por thash është thjesht një tentativë e dështuar e Ramës për të marrë kohë dhe për të zgjatur disa ditë pushtetin. Por që edhe Rama do pranoi shumë shpejt dorëzimin e vet.